Vazhdon aplikimi për fermerët për naftë pa taksa përmes një procedure të thjeshtuar nga Ministria e Bujqësisë dhe ajo e Financave. Aplikimet janë të hapura deri më 30 maj, por vitin e kaluar përfituan mbi 52.000 fermerë në të gjithë vendin. Qeveria ka lehtësuar procedurat për fermerët që aplikojnë për naftë pa taksa në bujqësi në kuadër të skemës kombëtare të mbështetjes 2025. Ministria e Bujqësisë dhe Ministria e Financave ka miratuar një udhëzim të ri që thjeshton dokumentacionin gjatë aplikimit për fermerët, të cilët vazhdojnë aplikimin edhe në qendrën e Areb Lushnjë. Fermerët duhet të promovojnë aktivitetin bujqësor me një faturë inputesh ose shitje prodhimi. Udhëzimi kërkon edhe dokumenta për pronësin e tokës, përfshirë certifikata apo kontrata qeraje. Këtë vit fermeri që e punon tokën, qoftë ai që është pronar apo ai që e përdor me një kontratë qeraje, apo hua përdorje përpos dokumentave të nevojshme në aplikim për identifikimin e parcelës apo dokumentit të pronësisë, duhet që të dorëzojë dhe një faturë të dorëzimit të prodhimit apo të blerjes së inputeve të farave apo të plerave kimike. Aplikimet do të jenë të hapura deri më 30 maj 2025. Nga kjo skem, vitin e shkuar përfituan mbi 52.000 fermerë në të gjithë vendin. Mbështetja me naftë vijon si në vitet e shkuara, është një ndihmë që mbështetet në sipërfaqe dhe kulturat e mbjella nga fermerët. Pra kemi një diferencim të çmimeve, por kjo ka qenë edhe në vitet e tjera në skemën mbështetëse.